Ilir Ali Mehmeti është padyshim fituesi moral i zgjedhjeve të 11 majit. Plot 16.595 vota në Tiranë nuk arritën ta çojnë mjekun e njohur në parlament, por na treguan të gjithëve se vlerat e vërteta njerëzore dhe profesionale mund të prodhojnë besim dhe votë te njerëzit e lirë. Ilir Ali Mehmeti nuk bëri asnjë fushatë të zhurmshme për të nuk financoj askush nga oligarkët brenda apo jashtë PD-s për t'i blerë kohë televizive, për t'i prodhuar spote apo për t'i përgatitur kronika të gjata e të stisura. Mjeku që me qetësinë dhe profesionalizmin e tij qetësoi mendjet dhe zemrat e mira shqiptarëve gjatë pandemisë, i mundi ata që shpenzuan miliona për fushat me memorien që qytetarët kanë ende në mendje për të. Ilir Ali Mehmeti nuk u paketua nga askush brenda apo jashtë partisë si persekutuari i politikës së vjetër apo i lojrave meskine brenda PD-s. Edhe pse shumë mund të mendojnë me të drejtë se ati u bë një padrejtësi kur u përfshi në listat e hapura, ai nuk u qarravit për padrejtësi, por e mori sfidën seriozisht duke takuar e bindur qytetarët pa pasur kamerat pas vetes në çdo moment. Doktor Ali Mehmeti nuk është as politikani me eksperiencë dhe lidhje politike që t'i jepnin një dorë gjatë fushatës. Madje ai nuk ishte as rritare votash apo ekipe të posaçme që ta ndihmonin në fund procesit. Ilir Ali Mehmeti në fakt as u kompleksua ndonjëherë se përfaqësonte PD-n e Sali Berishës, por nga ana tjetër kurrë nuk agresoi apo ignoroi ata që mendojnë ndryshe nga ai. Praktikisht ai drejtoi pa shumë zhurmë drejt vetes votën e demokratëve të mërzitur me Sali Berishën dhe lidershipin e PD-s. Edhe pse për herë të dytë në një garë pa barabartë, ai po penalizohet nga PD. Ilir Ali Mehmeti po tregohet i matur dhe i pamblef ndaj atyre që në fakt nuk duhet ishin as në listë hapur e jo më në vendin e tij. Nuk e njoh personalisht Ilir Ali Mehmetin, por modestia e tij në çdo dalje publike, profesionalizmi apo gjuha e zgjedhur e bën atë ndryshe nga thuajse çdo figurë e PD-s sot. Në zgripin ku ndodhet, PD-ja ka nevojë për një njerëz si mjeku që sfidoj çdo figurë politike brenda partisë. Mësoni nga doktori i ri dhe jo ai i vjetrin PD. I jepjani atij drejtimin e partisë, se ndoshta di ta bëjmë më mirë se ju, veç e keni zhytur keq PD-n. Eksperjenca politike që ju keni është aseti më i dëmshëm për të vijuar të keni në dorë frerët e një partie që po rrënohet çdo ditë më shumë. Ilir Ali Mehmeti ndoshta nuk do të jetë kurrë lideri i fortë i PD-s, por padyshim do të ditë orientojë një parti të rrënuar drejt ringritjes dhe hapjes pa shpallur çdo muaj armiq të brendshëm e të jashtëm. Një profesionist i mirë, një qytetar i vërtet dhe i pazhytur në politikën e ditës është aseti i vetëm që PD-ja ka sot. Ndoshta në atë parti askush nuk do t'i marrë në konsiderat 16.595 votat bio të doktor Ali Mehmetit, dhe kjo nuk do të ishte hera e parë e mosvlerësimit të atyre që i duhen partisë, ama do të ishte humbja e shansit të fundit që PD-ja të rimarrë oksigjenin që i duhet për të rikthyer në jetë nga një doktor tjetër.